Fieri, qendër urbane me prosperitet ekonomik. Hapësira turistike, vlera intelektuale. Çdo të diel, ora 21 në ekranin e televizionit Apollon. Biznesmen, televizioni Apollon ju vë në dispozicion oraret më të shikueshme, shtrirjen e sinjalit në 4 prefektura si dhe profesionalizmin e stafit të tij, në mënyrë që të ardhurat tuaja të shumëfishohen, së bashku me televizionin Apollon për të qenë partner të suksesshëm në rrugën e biznesit. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ditët e mërkura, si zakonisht, ne ja kemi kushtuar këto javë të fundit në ciklin e bisedave në studio, një problemi mjaft të rëndësishëm dhe të mprehtë, çështjes kombëtare shqiptare. Sipas radhës, kjo është biseda e 4 dhe do të vazhdojmë akoma me biseda të tjera javën që vijnë. Dhe kemi ftuar përfaqësues të ndryshëm të kësaj çështjeje të madhe nga shoqata, po në radhë të parë nga Fronti për Bashkim Kombëtar Shqiptar, ku janë bashkuar një numër i madh shoqatash, pa u zgjatur më hollësit më teshme, edhe personte, 2 nga zotërinjt janë të njohur për teleshikuesin, zoti Suleman Abazi, kryetari i shoqatës adhetare për identitet dhe bashkim kombëtar. Për herë të parë vjen në studio zoti Agur Adili, zënës politik i këtij fronti, si dhe zoti Ramiz Shabani, që e njihni nga biseda kaluar, kryetari i shoqatës Ardhmëria Kombëtare Shqiptare. Mirë se erdhët në studion e televizionit Apollon. Shpresojmë që të zhvillojmë një bisedë frutëdhënëse rreth problemit për cilin kemi vazhduar në 3 bisedat e mëparshme, dhe pa humbur kohë mund të fillojmë nga parashtrimi i ideve, mendimeve, disa të lëna ndoshta përgjysmë të patrajtuara deri në fund bisedat e mëparshme, por kjo pak rëndësi ka. Biseda vetvetiu do të na çojë në rikthimin e një teme të lënë përgjysmë, të në një ide pa thënë deri në fund, pasi dhe problemi është mjaft i gjerë, mjaft i thellë, dhe sigurisht në një bisedë, qoftë edhe të pjesme parciale, nuk do të mund të arrinim të çonim deri në fund. Por megjithatë, mund ta fillojmë me ju, zoti Suleman. Çështja kombëtare, a mund të domethënë, a mund të marrë një karakter të tillë, përveç parashtrimit, si thua, teorik, përveç parashtrimit në thellësi dhe gjerësi, si mund të mbështetet kjo mbi bazën e këtyre institucioneve, me një fjalë? Çfarë mund të bëhet për këtë problem? Faleminderit për pyetjen. Falenderoj njëkohësisht edhe teleshikuesit e televizionit Apollon. Ky është emisioni i 4 që jemi në kontakt të drejt për drejt me njëri tjetrin. Dhe sigurisht kemi folur dhe kemi trajtuar mjaft probleme që kanë të bëjnë me çështjen kombëtare shqiptare, si një nga problemet që e kemi thënë me plot gojën, sot e ndodhen në udhkryq. Çështja kombëtare është një problem shumë dimensional që përmbledh brenda vetes një gamë të gjerë problemesh dhe çështjesh dhe nënçështjesh, të cilat në rrjedhën e historisë kanë pasur luhatjet, oscilacionet e tyre, dhe sot shikojmë që jemi në një pikë mbritje ku përsëri e theksojmë që ndodhemi në një lloj udhkryqi të historisë ku kërkohet një rrugëzgjidhje drejt, një plotësim i aspiratave të kombit shqiptar, që ai të bashkohet, të një kombi vetëm, të formojë shtetin e vet, të gëzojë të gjitha, do të thënë, të mirat që i ka dhënë Zoti në këtë hapësirë kaq të gjerë, të bukur,
të pasur piktoreske me të gjithë të mirat dhe të ndërtoj jetën e vetë duke shfrytzuar ndoshta dhe duke gëzuar për herë të parë edhe frutet e punës vetë. Sepse në tërë historinë, populli shqiptar, kombi shqiptar, i coptuar, i robëruar, në përgjithësi ka punuar dhe do thënë djersën ja kanë shfrytzuar të tjerët. Në këtë aspekt, prandaj dhe kemi bindjen e plot që çështja kombëtare shqiptare sot kërkon, do thënë, rrugën e vetë të zgjidhjes. Përpyetja që ju bët, është e vërtet që çështja kombëtare duhet institucionalizuar. Por institucionalizimi i saj e gjen në shprehjen e vet drejt për së drejti në ekzistencën dhe funksionimin apo mos funksionimin e institucioneve të mandatuara dhe legjitime që ka në hapësirën shqiptare. Qoftë në Republikën e Shqipërisë, edhe në Kosovë, e cila është në një periudhë tranzicioni dhe në praktikë një zgjidhje për të ardhmen e saj, po kështu dhe në institucionet që kanë shqiptarët në hapësirën e luginës Vardarit, pjesëmarrja e tyre në, do thënë, institucionet e shtetit malazes dhe po kështu të gjitha institucionet që përfaqësojnë në tërësi popullsinë shqiptare të Çamërisë. Pra, institucionalizimi i kësaj çështje e gjen vetëm pikërisht në funksionimin ose në mos funksionimin e këtyre institucioneve. E thënë më shkurt dhe më qartë, unë do t'i referohem dy pikave kryesore për ta bërë më të kuptueshme edhe për ata që na ndëgjojnë. Së pari do t'i referohesha vetë strukturës organizative të Parlamentit të Shqipërisë, të Republikës Shqipërisë. Dihet që kjo strukturë përmbledh brenda vetes, se kemi përmendur dhe pak në një emision të kaluar, një sër komisionesh të cilët ndjekin problematikat e tyre paraligjore për ta vënë në funksion gjithë procedurën e Kuvendit të Republikës Shqipërisë. Në morinë e këtyre komisioneve, do të thoshim që mungon një komision që ka të bëjë me çështjen kombëtare. Pse e shtrojmë si problem këtë? Dhe pse është e domosdoshme që çështja kombëtare të institucionalizohet edhe në institucionin legjitim dhe ligjvënës të Republikës Shqipërisë për të pasur dhe ai hapësirën e vet dhe për të qenë pse jo edhe një komision oponent për të gjitha llojet e strategjive të zhvillimit që trajtojnë në tërësi komisionet e tjera të Kuvendit të Shqipërisë. Pra, mos ekzistenca e një komisioni të tillë bën që të gjitha komisionet e tjera, duke u nështruar programeve partijake, shpesh të lënë në hije edhe problemet që kanë të bëjnë me çështjen kombëtare dhe me interesat kombëtare. A mund të ndalim për një çast këtu? Për një moment po e quajmë që po krijohet një komision i tillë çështjes kombëtare. Cilat do të ishin drejtimet kryesore të tij? Sikur të merrim për shembull paralel komisionin e politikës jashtme, komisionin e ligjeve me radhë ekonomisë. Cili do të ishin shkurt? 1, 2, 3, 4. Po, është komisionit. Po e quajmë të imagjinuar ose po e quajmë të realizuar? Është e drejtë. Ky komision do të kishte, do të thënë, të veçantën e vet për një arsye shumë madhore. Sepse ndryshe nga shumë kombe të tjerë, nga shumë shtete të tjerë që kanë formuar tradicionalizmin e vet në çështjen kombëtare, të tyre kombëtare, ne çështjen kombëtare kemi problem. Është fakt që kombi shqiptar është sot i coptuar në 5 shtete dhe do të thoshim që ka dhe 3 pjesë të tjera, do të thonë që përmenden më pak, por që dhe ato janë pjesë e hapësirës së jetesës përbashkët të shqiptarëve në Ballkan. Pra, duke pasur, do të thonë, një situatë të tillë, atëherë është legjitime që të ekzistojë dhe një komision i tillë. Dhe për ne është e pafalshme për shembull që Parlamenti Gjerman të ketë komision për çështjen shqiptare dhe këtu të mos ketë një komision që të trajtojë problemet e çështjes kombëtare shqiptare. Pra, e thënë në planin më konkret, do të rreshtoja në përgjithësi të gjitha interesat kombëtare që përfshihen në strategjinë kombëtare të popullit shqiptar. Pra, ato interesa kombëtare që i kemi përmendur dhe në emisionet e tjera. Për shembull, nëse trajtohet problemi i Kosovës, është i pari ky komision që duhet të vendosi, si thua, piketa dhe nuk duhet të lejoj askënd tjetër që të dali mbi këtë strategji kombëtare, mbi këtë interes kombëtar. Këtu kupton, pa e zbërthyer më tej. Në strukturat shtetërore,
çfarë duhet kishte ndodhur ose çfarë dëshironi ju që të ndodhte? Duke e lënë mënjan çështjen e parlamentit, se besoj është e kuptueshme, do të hidhesha tek strukturat studimore shkencore që do thënë e kanë për detyrë dhe janë të mandatuara pikërisht për të vënë në shërbim të çështjes kombëtare. Po flas konkretisht për Akademinë e Shkencave ose në për Tiranë. Institutin e Historisë, për shembull. Instituti i Historisë është pjesë e Akademisë së Shkencave. Në strukturën në veçanti le të marrim Institutin e Po, Historisë. atëre Akademia e Shkencave në Tiranë ka dhe një Akademi të Shkencave në Prishtinë. Të dy këto akademi shkencash ka ardhur koha që duhet të shkrijnë strukturën e tyre dhe të përfaqësohen nga Akademia e Shkencave Kombëtare me qendër në Tiranë. Pse duhet hedhur ky hap i parë dhe nuk duhet pranuar kurse si në një paragjykim që mund na bëjnë të tjerët për këtë çështje? Sepse është pikërisht ky tru, janë pikërisht ky grup akademikësh që është truri i këtij kombi, që e kanë për detyrë në misionin e tyre që të parashtrojnë strategjitë e zhvillimit dhe këto t'ja rekomandojnë politikës kudo ku ajo vepron në hapësirën shqiptare dhe të mos dilet nga këto rekomandime. Sepse juve përmendët Institutin e Historisë. Është ai që me specialistët e vet, me profesoratin e vet, bën deduksionet dhe përfundimisht nga të gjitha përfundimet që dalin, qofshin pozitive apo qofshin dhe negative, janë ato që vijnë në bazën e, do thënë, strategjive që do të ndiqen për të realizuar shkallë mbas shkalle, hap mbas hapi, do thënë, interesat tona kombëtare. Pra, Akademitë e Shkencave sot, e thamë në misionin e mëpashëm, po të gjykojmë për Akademinë e Shkencave në Tiranë, dhe themi me plot gojën që ajo pothuajse është mikur. Vërtet e përsërisim dhe ndoshta mund të bëhemi pak sa, po themi një të vërtet. Dhe nëse do të gjykojmë për shembull për çështjen e Kosovës, u mbajt një qëndrim nga politika zyrtare në atë kohë, po flasim për vitet 98-99, apo qoftë edhe për nënshkrimin e marrëveshjes Rambujes për çështjen e finalizimit të luftës në Kosovë, dhe nuk foli Akademia e Shkencave. Kjo është fatkeqësi. Ndodhin vendimente të tjera në hapësirat shqiptare. Shtrohen problemi sot i decentralizimit në Kosovë dhe që është bërë objekt i grupit negociator, por ne dim fort mirë që ky nuk është objekt i grupit negociator për të negociuar me palë serbe, po është një çështje e pushtetit që do të dhe shtetit që do të tashëm që do të vendoset në Kosovë për ta zgjidhur. Atëre, Akademia e Shkencave flegjum dhe nuk rekomandon edhe grupit negociator element të tillë të strategjisë dhe të interesave kombëtare që ky grup negociator vërtet të mbrojë interesat kombëtare atje përballë palës serbe. Këtu jemi brenda akademisë, brenda këtij sektori të Institutit të Historisë. Po element të veçantë në libra kushtuar kësaj çështjeje. Në shtypin, qoftë shtypin e pavarur, qoftë shtypin partijak, qoftë në libra të ndryshëm që dalin, ose libra kushtuar figurave të shquara të historisë kombëtare, a trajtojnë të probleme. Po e marrim se nuk po na funksionon si mekanizm. Do fokusohem në një çështje për ta konkretizuar dhe për të kuptuar më thjesht edhe nga telespektatori. Po marrim sistemin e vlerave që na ka serviruar historia jonë. Dhe evidencimi i këtij sistemi vlerave është pikërisht detyra e Akademisë Shkencave dhe në veçanti e Institutit të Historisë. Marrim figurën e Skënderbeut. Skënderbeu është servirur në të gjithë literaturën dhe në veprat që janë bërë si një ushtarak i Zotit, si një komandant trim, si një shpatar, që priste koka turqish në të gjitha betejat dhe si thua u jepte zemër luftëtarëve të vet. Por ne nuk shikojmë që në planet të tjera të studiohet figura e Skënderbeut si një figurë komplekse. Ne harrojmë që Skënderbeu ka qenë një diplomat shumë i zgjuar. Ne harrojmë që krahas vlerave të tij si komandant ai ka qenë edhe një psikolog i shkëlqyer. Sepse për 25 vjet arriti që të dominonte dhe të mblidhte rrotull vetes, rrotull lidhjes shqiptare të Lezhës, të mblidhte gjithë prisat e kupton shqiptar dhe të kundërvijë një fuqie shumë të madhe dhe të bësh një barierë e kupton për të ndaj Europës perëndimore. Pra, kjo figurë shumë dimensionale shikojmë vetëm në planin e komandantit, të ushtarakut, të udhëheqësit të shpatës, të përdorimit të shpatës e tjera. Dhe vim më tuti. Populli shqiptare ka qarë rrugën e historisë me shpatë në dorë.
Pra, atëre vim të rilindjet, letë marrim një epokë të madhe tjetër. Le ta lëmë atë, po vëm hani në mes, 400 ca vjeçar, edhe po vim të lidhja shqiptare e Prizrenit, edhe tek momenti i pavarësisë kombëtare. Atëre, a pati një rizgjim të kësaj çështje të madhe kombëtare? Si e shikoni ju me syrin tuaj sot? Pikërisht në fund shekullin e 18 ishte koha kur u formatua nocioni komb. Dhe popujt filluan të vlerësonin identitetin e tyre kombëtar. Dhe jashtë këtij ndikimi nuk mbeti as kombi shqiptar. Sepse edhe në atë kohë kombi shqiptar kishte filozofët e vet, kishte udhëheqësit e vet ushtarak, kishte prisat e vet, kishte do thënë tribunët e vet popullor. Dhe fakti që duke u ndikuar pikërisht nga kjo rrymë që filloi të formatohej në të tërë Europën, rrjedhoja e saj ishte pikërisht lidhja shqiptare Prizrenit. Dhe një nga detyrat e saj kryesore ishte formimi i shtetit, do thënë mbar kombëtar shqiptar, me të 4, do thënë vilajetet historike që ishin në sundimin e perandorisë osmane. Pra, tendenca për të krijuar shtetin e parë shqiptar, duke u futur në të gjitha planet, si në planin politik, si në planin diplomatik, si në planin e logjistikës, si në planin e ruajtjes kufive kudo, nga veriu deri në jug, si në planin e organizimit ushtarak. Është për herë të parë rasti që në lidhjen shqiptare të Prizrenit formatohet, domethënë, njësia ushtarake e korpusit, me ato strukturat e veta që filloi të merrte detyra nga ai shtab që e drejtonte për të mbrojtur të gjithë kufijtë atje ku kërcënoheshin. Luftëtar nga veriu kanë shkuar për të mbrojtur kufijtë e jugut. Ashtu si kundër dhe luftëtar nga jugu që janë afruar në Prizren dhe në strukturat ushtarake për të përballuar rreziqet e veriut. Pra, shikojmë të funksionojë një sistem vullnetar, u ndala pak në këtë çështje, pra ka një sistem vlerash që shkojnë drejt shtetformimit dhe për ta mbrojtur këtë shtetformim në të gjitha planet në marrëdhënie me botën e jashtme. Dhe këtu është pikërisht sistemi i vlerave që kanë përfaqësuar këto figura filozofike, tribunësh, por dhe udhëheqësish ushtarak në kompleksin e tyre që i dhanë vlera, do thënë, lidhjes shqiptare të Prizrenit, dhe prej saj ne sot trashëgojmë për herë të parë filozofinë e Bashkimit Kombëtar, atë për të cilën e kemi mbledhur në këtë studio dhe diskutojmë. Prandaj këtu ndalëm se ka qenë një pikë nisje, një pikë e historisë, një vorbull e saj. Dhe pastaj dim që po duke shikuar tash pas 130 vjetësh, jemi në këtë lartësi, në këtë kohë ku na ka çuar koha. A mund të na jepni një mendim, zoti Adili, pikërisht për këtë ku e le zoti Sulejmani? Tashu që të ndërhyj, konsideroj që duhet të cekur edhe disa gjëra që për mendimin tonë janë si libri i shenjtë në rastin konkret Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Në preambullën e saj thuhet me aspiratën shekullorit popull shqiptar për identitet dhe bashkim kombëtar. Bazuar te kushtetutë, konsiderojmë që çështja kombëtare shqiptare do të institucionalizohet. Siç e tha dhe zoti Sulejmani, fillimisht për mendimin tonë duhet bëhet bashkimi shpirtëror. Dhe e vërteta, edhe pse është e hidhur, ajo është e vërtetë. Aktualisht shqiptarët janë i vetmi shtet apo i vetmi kom në botë, më mirë thonë Shqipëria është i vetmi shtet që kufizohet nga gjitha anët me trojet dhe popullin e vet. Elementi i dytë për mendimin tonë që nuk po arrim, edhe pse ka filluar ky mishërim apo ky bashkim shpirtëror midis shqiptarëve në gjitha përcjelljet shqiptare, aktualisht shqiptarët, po më mirë thonë nxënësit shqiptar, nuk kanë një betare të bashkët. Është një betare veçantë në Republikën e Shqipërisë, është një betare tjetër në Kosovë, është një betare tjetër në Maqedoni, është një betare tjetër të shqiptarë Marzej. Dhe nëse flasim për bashkimin territorial në front për bashkimin kombëtar shqiptar, gjë e cila i më së sigurt që të realizohet, ne paraprakisht konsiderojmë që do të bëhet bashkimi shpirtëror midis shqiptarëve. Pastaj përveç bashkimit shpirtëror ne shohim edhe bashkimin ekonomik si një prej çështjeve kapitale që të mos na ndodh fenomeni siç ndodhi midis dy Gjermanive. Pra, dhe për të arritur gjitha këta, konsiderojmë që para se të realizohet një komision, se të arrijë një komision që e ngarkon Kushtetuta dhe Parlamenti i Shqipërisë, sepse është për ky parlament
i kësaj Republike Shqipërisë, që fillimisht kjo kushtetutë ka qenë si prekushtetutë në popull, përmes referendumit dhe ka marrë mbi 80% të votës së popullit shqiptar në Republikën e Shqipërisë, dhe pastaj 28 nëntor të vitit 98 e ka miratuar Parlamenti Shqiptar, duhet të bëhet bashkimi i Akademisë së Shkencave. Dhe realisht, Fronti për Bashkimin Kombëtar Shqiptar, në kontaktet e veçanta me akademi të ndryshëm, qoftë këtu në Tiranë apo në Prishtinë, kjo ide gjen mbështetje që dy akademitë tona, ajo e Tiranës dhe Prishtinës bashkohet. Sepse kuadër të akademive e thamë që është Instituti i Historisë, gjatë cilën tani më ne shqiptarët historinë tonë e njohim, por në kuadër të asaj akademie ka dhe duhet të ketë edhe Instituti i Ekonomisë apo Instituti i Biznesit. Apo më thonë si mund të realizohet pra një shkencë të këtyre projekte, se si mund të arrijë bashkimi i kapitaleve. Pengesat kryesore, sepse me që bisedua këtu dhe për në kohën e rrjedhjes kombëtare shqiptare, apo më thonë Lidhja Shqiptare e Prizrenit, platformat programit cilës përgjithsisht në platformën e Frontit për Bashkimin Kombëtar Shqiptar, ne po na zgjenjen realisht politika zyrtare. Qoftë në Republikën e Shqipërisë, qoftë në Republikën e Kosovës, në Kosovë apo të tjera, sepse për mendimin tonë dhe këtë thënë publikisht, nëse të parët tanë, apo më mirë thonë rindasit tanë, shkruajnë pasuri për ta bërë Shqipërinë, me keqardhje konstatojmë që politikanët tanë aktual po shkrinë Shqipërinë për të bërë pasurinë me tyre, për vete dhe pasardhësit e tyre. Kjo është një gjë e hidhur për ne shqiptarët, sepse në fund nuk do kishte pas nevojë të krijohet Fronti për Bashkimin Kombëtar Shqiptar, sikur fatet e kombit shqiptar të merrte vetë politika shqiptare. Duke parë një gjendje të tillë, pas luftrave të Kosovës, luftës Baquni, luftës për shef, por mos me ngec problemi sepse dihet fare mirë që ka Lidhja Shqiptare e Prizrenit, aspirata e shqiptarëve dhe deta historike ka qenë është dhe do të jetë ribashkimi kombëtar shqiptar, dhe duke parë që proceset një farë forme ngelen në gjysmë rrugës, disa djell shqiptar, në Tiranë organizuan Fronti për Bashkimin Kombëtar Shqiptar, në Pallatin e Kongresëve, në cilin kuvent kanë qenë 95 delegatë nga gjitha hapësira shqiptare dhe nga diaspora. Dhe ky front realisht është një informacion marrëkombëtar, sa për dini për teleshikuesit, shtrirë të gjitha hapësira shqiptare ku buku si thotë bukë dhe ujë të ujë, edhe në diaspora shqiptare. Duke qenë se është një organizëm marrëkombëtar, ne edhe pak do të presim që çështja kombëtare shqiptare, sepse na e donë edhe në shpirtin dhe zemrën, të institucionalizohet pra fatet e Bashkimit Kombëtar Shqiptar të marrin shteti shqiptar, sepse më e lehtë do të jetë edhe për ne. Por nëse këtë nuk do ta bëjmë pra politika zyrtare dhe në rastin konkret si parlamenti përmes komisionit parlamentar, si Akademia e Shkencave shqiptare, qoftë në Tiranë dhe Prishtinë, si qeveria, ne do të vazhdojmë të dhe sipas organizimit që hedh hapësira shqiptare, Fronti po shkon drejt nga një organizatë bashkëkombëtare apo një organizëm politik në një institucion bashkëkombëtar. Sepse në kuadër të Frontit, përveç platformës, kemi edhe statutin, kemi edhe rregulloret e Frontit, në të cilët janë parashikuar të gjithë departamentet, që në momentet të jashtëzakonshme, Fronti të marrë konturat e një qeverie të jashtëzakonshme, në situatë shumë të krijuar. Tash ju folët për disa çështje dhe unë do të isha kurios, për shembull po flisje në Fier, sikur të ishim të imagjinojmë për një moment, përfitojmë jemi në një komunitet në Malinizi, një komunitet në Kosovë, Preshev, në Maqedoni, madje do thosh edhe për ata pjesë që mund të kenë ngelur në Çamëri, pavarësisht se mund të jenë shkombëtarizuara, s'po i futim kësaj çështjeje, si do të thoshin ata? Ndodhemi në Ulqina, ndodhemi në Tivar, ndodhemi në Preshev, ndodhemi në Prizren, se aty kemi një piknisje të mëdha. Edhe diku gjetë ku kemi, ose edhe më larë, kur flasim për çështje mbarkombëtare, s'kemi vetëm Trojë, po kemi deri te arbëreshet e Zarës, do të thoshe, deri te arbëreshet e Italisë, të cilët e kanë shpirt dhe zemër Shqipërinë, për mos thënë pastaj edhe në kolonitë tona të vjetra dhe të reja, në Shtetet e Bashkuara, në Kanada e gjetë. Si do të flisnin? Çfarë si zëdhënës politik i Frontit për Bashkimin Kombëtar, çfarë do të thoshit ju? Ju jeni zëdhënës i këtyre trojëve, këtyre njerëzve, këtyre komuniteteve. Krahas platformës, Fronti ka dhe programin e veprimit taktik dhe strategjik të tij. Në rastin konkret, pra çështja e Kosovës e ka detajuar Rusi dhe çështja e Kosovës. Kalojmë pastaj në trojë shqiptare në Maqedoni, sepse Fronti përbëhet nga 5 zona. Pra
pra zona nëmër 1, llogaritë e Shqipëria londineze, aktuale, zona nëmër 2, llogaritë e Kosova historike, që në vetë e përfshin Preshevën dhe Dezhë Bujanosin dhe Toplicën, si krajinë shqiptare, zona nëmër 3, e quajmë Lugën e Vardarit, zona nëmër 4, Troja Shqiptare në Malëzi, dhe zona nëmër 5, Shamria. Për secilin nga këta probleme, sepse nuk janë situatat njëta, shqiptarët në Malëzi apo situatat në Kosovë, Troja Shqiptare në Malëzi, apo edhe Shamri, fronti ka, thash, programin e vetë, veprimit taktik dhe strategjik. Po filloj te problemi i shqiptarëve në Malëzi. Është 21 maj atje organizohet një referendum për pavarësinë, po më thënë për shkputjen e Malëzi nga Unioni Serbi-Malëzi. Edhe për të çështje, fronti ka konkluzionet e veta dhe qëndrimin e vetë qartë. Ne shpejt i pritet të shkojmë të Rozafa dhe atje të shfaqim pikpamjet tona, unë si zadas politik i frontit, përmes cilët dëshirojmë që palës malazeze, e cila dëshiron shkputjen nga Unioni me Serbinë, dhe kërkon votën e shqiptarëve, sepse kjo votë është reale për ta, do të di fare qartë që shqiptarët këtë radhë nuk e kanë ndërmend që japin votën pa një marrëveshje me dyshen Vujanović, Gjinqić te Gjukanović. Në rastin konkret, aty tash më dihet si është problemi i referendumit. Pra është paracaktuar kushti, 50% do të dalë në referendum, dhe nga ky 55% i thonë po. Dihet fare mirë aty që aty ka dhe serb, ka dhe edhe serbofil. Ka dhe enklava serbe, qytete e fshatet të tëra që janë serbe. Është një rrezik shumë i madh për mendimin tonë permanent, që mund të vijë deri te shpërthimi i konfliktit midis Serbisë dhe Malëzi, apo më mirë thënë krahas malazeze dhe krahas serb. Dhe vota e shqiptarëve për referendumin është shumë domethënëse. Sigur ata e japin 7-8%, por ne konsiderojmë që janë 10% shqiptar, 90%, sepse zakonisht aty bën falsifikimin e risimit të popullsisë. Duke mos harruar gjithmonë që mbi 100.000 shqiptar janë në Amerikë, sepse në ish Jugosllavi shqiptarëve kur kërkonte dikush pasaportën individualisht nuk i jepe, por kur kërkonte me gjithë familja i jepe, sepse ka qenë një program i çmullovisit për shpuljen e shqiptarëve. Pra, vota e shqiptarëve shumë domethënëse. Dhe shqiptarët këtë rast nuk dëshirojnë ta bëjnë gabimin që kanë bërë shqiptarët në Maqedoni në vitin 92. Pra, se nuk ngatrojnë shqiptarët në Maqedoni, ku ne shqiptarët kemi gabuar atë, sepse e mbështetëm pa kushte pavarësimin e Maqedonisë. Dhe u desh pastaj bëjmë edhe një luftë dhe përsëri ato drejta elementare kombëtare mos i realizojmë. Dhe kur dikujt i thuhet se shqiptarët në Maqedoni dhe pas luftës nuk kanë realizuar të drejtat e tyre, për mendimin tim, opinioni shqiptar i Republikës Shqipërisë, nuk mund ta konceptoj këtë. Por atje shqiptarët nuk kanë universitet, edhe pse flitet Universiteti i Tovës. Ai nuk është universitet sepse ka vetëm 5 fakultete. Dhe më mërmere që vitin e kaluar shumë shqiptarë të kanë dëgjuar kur u mbyllën 2 fakultete, fakulteti i mjekësisë e farmacisë, dhe studentët u dëshbojnë greva dhe ata të zhvendosen disa në Prishtinë, disa në Tiranë dhe disa shkojnë në Universitetin e Shkupit mësojnë maqedonisht. Pra, një universitet me 5 fakultete nuk është universitet, a minimum do të ketë 12 fakultete, pas e kjo të universitet. Flitet se gjëja shqiptare ka realizuar dëgjuesi, por kjo nuk është e vërtetë, sepse nëse në pasaport të Maqedone shqiptari e ka në gjuhën maqedone, shqipe dhe angleze, maqedoni nuk e ka në gjuhën shqipe, pra nuk është barazia e gjuhëve. Flitet sikur shqiptarët flasin në parlament dhe ne po dëgjojmë se shqiptarët nuk flasin në parlament maqedon shqip, edhe në qeveri. Pra, flitet maqedonisht. Tha që shqiptarët edhe pas luftës nuk kanë realizuar të drejtat e tyre elementare kombëtare. Në rastin konkret shqiptarët Malëzi, nëse do ja kushtojnë Malëzi votën e tyre, që do ta bëjnë, gjithmonë duke thënë se zotëri, ne po japim votën, po kërkojmë drejtat elementare kombëtare. Si është universiteti, dëgjuesia, flamuri, dhe rasti konkret shqiptarët Malëzi do të kenë universitet. Pse djemtë Ulqinit, Flasë, Gosis do vinë në Tiranë ose në Prishtinë? Dhe ta shkollimit e drejtë elementare si po. Sigur nga kurse kur flasim për Prizenin, ose më mirë me thënë për shembull për Kosovën, edhe aty ne kemi platformën tonë. Për troj shqiptarë në Maqedoni kemi gjithashtu platformën sociale që po vinë zgjedhjet në Korrik. Edhe aty kemi qendrim. Qëllimi kryesor i frontit në propagandën e vet, edhe unë si zëdhënës është të mishëroj idenë e bashkimit kombëtar në popull, e para, e dyta, këtë përçarje mbar shqiptare, që realisht ne shqiptarët jemi shumë përçarë, këtu në Republikën e Shqipërisë numërojmë 95 parti, në Kosovë kemi 56 parti politike, në Maqedoni kemi 7-8, në Malëzi 4-5, në Preshevë dhe Bujanos edhe aty 4-5. Dhe këtë përçarje dihet fare mirë që na kanë mbjellë të huaj, dhe ne shqiptarët më shumë merrem me vetvete,
Një ndër misionet e frontit është që këtë përçarje ta minimizojnë. Ne nuk mund ta eliminojmë, do zemra dhe shpirti ta eliminojmë, por nuk mund ta eliminojmë. Ne si front përpiqemi që sa më shumë ta minimizojmë, sepse në platformën tonë thuhet, Fronti për Bashkimin Kombëtar Shqiptar është bashkim forcash politike, shoqata shëndetare, intelektuale shëndetare dhe masa gjëra popullore, pa dallim kaine, feje dhe ide, që punon dhe vepron dhe fton Bashkimin Kombëtar. Pra, në radhën e frontit mund të jetë secili, pavarësisht nga bindjet e tij politike, pavarësisht nga simpatia se cilin parti simpatizon, e drejta e secili qytetari ne themi kështu drejt e patjetër për të votuar, kur do të dalë mund të dalë, kur të dalë kujt do të japë votën, por kemi thënë, kur të vinë në front, gjaketa e partisë do ta lejë partia. Sepse kemi vendosur që të mos bim në ndikimin e asnjë partie politike, sepse çështja kombëtare shqiptare është më e madhe se sa partia politike. Po, në këtë mori partish, paktën me mend numërova si një 130 ose dalin shumë. A ka ndonjëra që është më afër ideve? Kemi aleat ne, strategjisë, taktikës suaj. Kemi aleat, realisht edhe në Republikën e Shqipërisë, edhe në Kosovë kemi, edhe në Trojë Shqiptar Maqedoni, për shembull në Kosovë janë disa organizata kanë që përpara tani janë shndruar parti sepse janë legalizuar dhe dalin zgjedhjet në Kosovë. Siç është një lëvizje kombëtare për çlimin e Kosovës, ka qenë organizatë ilegale, pjesëmarrëse në luftën e Kosovës, është një lëvizje popullore e Kosovës. Pastaj është një lëvizje e re, një djalë i ri që drejton lëvizje për vetëvendosje. Në Trojë Shqiptare Maqedoni edhe atje ka grupime parti të vogla. Realisht, pengesë kryesore për mendimin tonë kësaj ideje janë partitë e mëdha. Si këtu në Republikën e Shqipërisë, si në Kosovë, si në Sigur të ireshim të shite shoguranist, ju zotin Ramis të ishit, po themi në Trojet e Veriut, të shit po shkojmë në Trojet e Jugut. Realisht kjo, si mund të trajtojmë politika shqiptare, sot edhe marrëdhëniet me Greqinë. Marrëdhëniet me Greqinë tërësi dhe pastaj mund të vijmë veçanti dhe tek çështja çfarë. Unë mendoj se e lam të politika dhe u kthyem përsëri te politika. Sa i përket politikës shqiptare në marrëdhënie me Greqinë, gjithnjë politika shqiptare është shprehur se marrëdhënia me Greqinë ka qenë shkëlqyera dhe vazhdoi të shprehet në mënyrë të përsëritur. Të kesh marrëdhënie shkëlqyera me një vend i cili të atribuohet shumë, do të thotë shumë. Në këtë kontekst them se politika shqiptare ka qenë e kushtëzuar me sa duket nga ekspansioni ekonomiko-politik grek në Shqipëri këto vitet e fundit. Dhe për hir të interesave politiko-partijake ka bërë rolin e vasalit. Kjo është e papranueshme kur vjen puna për çështje kombëtare. Unë dua të them që politika greke ka qenë konstante në lëvizjet e saj për të realizuar një pjesë të synimeve të saj ndaj Shqipërisë. Dhe ja ka arritur duke shfrytzuar mbështësinë apo qenien në gjumë të politikës shqiptare, qoftë edhe shqiptarëve vetë. Unë mjafton përmend se ne kemi qenë në gjumë kur dhe nuk ishim të vëmendshëm kur një prej anti-shqiptarëve më të mëdhenj i krahasuar qoftë edhe me kasapin e Ballkanit, nuk bëj gabim të krahasoj Nicolas Cage bëri vizitën e tij në Tiranë. Asnjë reagim nga asnjë organizatë apo shoqat. U prit në mënyrë protokollare, në mënyrë pa drejt, totalisht pa drejt nga ish kryeministri Rano, qoftë edhe nga liderët e opozitës së asaj kohe. Ishte e papranueshme një gazetar të pritet si një homolog. Ndërkohë që është një njerëz që ka kryer një masakër dhe pritet me ndërime të mëdha. Ne ishim kaq të pavëmendshëm edhe kur nuk kalojmë rezultata për Çençana. Imagjinoni që edhe pse pati një protestë jo simbolike, nuk mund të themi ishte tamam një protestë me shpirt dhe me zemër e popullsisë shqiptare të Çamris, edhe të Laborisë e të gjithë asaj pjesë që mori pjesë në atë protestë. Por imagjinoni sikur një rezolutë e tillë të shtrohen në parlamentin serb, grek apo maqedonas për çështjet e tyre, a do të kalonte apo jo? Jam i bindur që po. Kjo ndodhi vetëm në parlamentin shqiptar. Ne ishim pavëmendshëm kur ne i marrua shkolla greke. As i protest, as i lëvizje. Ne jemi kaq të pavëmendshëm ndërkohë që ka një kërkesë për dhënien e mbështetësisë minoritarëve grek në Shqipëri. Këto janë probleme ndërqeveritare që mund të kenë klauzulat e tyre. Por ne po kaq shumë do të kërkojmë dhe dhënien e shtetësisë greke të popullsisë shqiptare të Çamris, e cila i hap rrugën, qoftë edhe uljes në tryezë dhe bisedime të problemit Çam. Kohët e fundit, kryeministri Berisha bëri vizitë në Athinë,
një vizitë e cila u krye nga Moskuli, atje ku trupa shqiptare, të cilët uroj të kthehen shëndoshë mirë sepse janë në kuadrin e paqëruesve në luftën kundër terrorizmit. Vizita, për mendimin tim, ishte mirë të kryej nga Tirana zyrtare. Por duke qenë se, sipas mendimit tim edhe me gjithë respektin që u sheh për kryeministrin, ishte mirë të bëhej nga Tirana sepse kam bindje që mund të vijë në presion e mediave, të gazetarëve, të popullsisë për të ngritur shënçame me homologën e tij grek. Kjo nuk u bë. Ne shqiptarët është mirë që sot të flasim hapur, ne nuk duhet të shqetësohemi se çfarë do mendojnë tjerët për ne se çfarë themi ne. Ashtu se kurse vetë fëmijët tanë s'ka menduar kurse si do mendojmë ne për ta, për ato që ata thonë. Ditë e fundit ka pas disa zhvillime të cilat më ka tërhequr vëmendjen. Më bën përshtypje një reagim i lobit, më fal, i organizatës shqiptaro-amerikane, me në krye zotin Geri Kokalari, i cili në një letërkëmbim me deputeten e Europës Qendrore dhe Juglindore, Dolores Di Carlo, i kërkon asaj që të ndërmjetësoj nëpërmjet saj me zonjën Condoleezza Rice, sekretaren e Shtetit Amerikan, në prag të vizitës saj në Athinë. Ndërmjet tëra i thotë sepse do të kërkoj sqarime nga pala greke për të shënçame dhe arrinda atje sa në letrën të cilën e kam lexuar në internet. I thotë se rruga për në Athinë kalon nga Çamria. Atje do të shikoni ty gjak edhe lot, të cilat vazhdojnë të rrjedhin. Mirë po, ditë më pas ka një reagim të lobi greko-amerikan, një lajm të cilin e dëgjova mbrëm në televizionin, në valët e televizionit A1, i cili 8 shoqata greko-amerikane në drejtimin e Nikola Gage i kërkojnë si kompensim të asaj që bën shqiptaro-amerikanët, të cilët duhen përshëndetur për atë që bëjnë. I kërkojnë që në prag të programit që ata kanë për vitin 2006, vetë lobi greko-amerikan ndaj Shqipërisë, i kërkojnë të ndryte qeveria shqiptare sepse sipas tyre, ca pralla të paktën si beson kush, sepse ne shqiptarët jetojmë këtu dhe dim se si jeton minoriteti grek në Shqipëri. Minoriteti grek po dhunohet, po digjen kisha, po digjen shkolla, po dhunohen shtëpi edhe këto kryen në sy të forcave të rendit e tjera gjëra të cilat gjithnjë sipas kërkesës tyre kërkojnë një spastrim etnik të pjesës greke në që banon në Shqipëri, minoritet grek. Ata harrojnë që grekët padrejtisht u bën pronar në Shqipëri me ligjin 7051. Ata harrojnë që grekët kanë pasur të gjitha privilegjet që nuk kanë pasur shqiptarët asnjëherë në këto vite. Aq më tepër në vitet e parshme të diktaturës komuniste. Kështu që nga kjo pikpamje them që marrëdhëniet tona kanë qenë më tepër për interes të çastit të politikës. Nuk kanë qenë marrëdhënie të kushtëzuara në. Kanë qenë më tepër në rolin e vasalët. Mendoj që politika shqiptare duhet zgjohet nga gjumi, të gjithë ne shqiptarët duhet zgjohemi. Gjithë duhet luftojmë që grekët ulen në tryezën e bizetimeve ashtu sikurse ndodhi me shqiptarët Maqedoni, të cilët e detyruan palë Maqedonase të nënshkruan dhe marrëveshjen e Ohrit, edhe pse ajo nuk është plotësisht në nivelet që duhet të ishte, por në fund ata detyruan të uleshin tryezën e bizetimeve. Vlen të përmirësohet marrëveshja e Ohrit, kjo është për të parë, e cila mund të japë rrugën zhvillimeve të tjera në Ballkan. Ka që kisha nuk mund të them. E kam një diçka, zoti Abazi. Kur flasim për një front, po e përfitojmë përsëri një ecje frontale. Nëse ju flisni edhe bëhet fjalë për një front, ku ky front është i avancuar, ku është në vend edhe ku është i prapametër? Në fakt, sigur për një moment po them edhe si ushtarak në këtë rast. Unë kam parasysh një front të pambarim i cili ka, si thua, avangardën, ka zbulusit, pastaj vjen garda, ku diu si bën ato kuptimin e strategjisë. Ky front si ecën e kam fjalën. Unë pyetjen tuaj do ta zhvesh nga profesioni dhe nga koncepti ushtarak. Ta bëjmë sa më të Për një kuptueshëm. fakt të thjeshtë sepse realisht unë shumë njeh edhe opinioni i gjerë, domethënë televizionit Apollon, unë jam kryetari i shoqatës adhetare për identitet dhe bashkim kombëtar. Dhe ne na bashkon ose na afron me frontin për bashkimin kombëtar shqiptar
programi, statuti, çështja kombëtare, por më sakt për këtë mund të flasi vetë zoti Adili. Megjithatë, në vazhdim edhe të mendimit që do shmanjen pak për teleshikuesin, mendimin që dha zoti Ramiz, ne përsërinave dhe gjuhat e politika. Atëre ku dhëmë dhe një vetë e gjuhat. Dhe realisht shqiptarët, populli i thjesht, ne, do thënë, që shkojmë të kutia votimit dhe votojmë në çfarë do lloj rasti kur na kërkohet, për të ngritur ose për të ulur, do thënë, pushtete këtu, harrojmë që mbi të gjitha duhet të mbrojmë njëri interesat e familjes tonë. Dhe kombi fillon pikërisht aty, tek familja. Pra, çështja është shumë e thjeshtë. Vazhdojmë dhe sot e kësaj dite të vuajmë nga sindromi i skaluarës dhe të ideologjizojmë problem. Nuk mundet që të ecet me këtë lloj koncepti, saqë dhe brenda familjes ka kontradikta deri në mëri për njëri lider apo për tjetri, për një forcë politike apo për tjetri. Ne i drejtojmë njerëzve të thjesht nga kjo dritare e komunikimit për të ndjerë në radhë të parë shqiptar, për të parë interesin e identitetit të tyre, të kombit të tyre, për ta parë në kontekstin e përgjithshëm, sepse në qoftë se nuk do të mendojmë se cili për familjen, po pastaj edhe për lagjen, pastaj edhe për komunën, pastaj edhe më gjërë e tjera, qoftë nuk do ta konceptojmë si një tërësi demografike, si një tërësi kulture, si një tërësi, do të thënë, territoriale, si një gjuhë të përbashkët, si simbole të përbashkëta. Atëre, nuk ka se si ne të arrijmë që të kthjellojmë veten kur bien përmbys mbas X-it apo Y-it dhe shkojmë deri atje sa edhe ne bëhemi pjesë e kësaj përçarje të madhe që ekziston në hapësirën shqiptare, që përmendi pak më parë zoti Adili. Është e vërtet. Shumë parti politike, po çfarë bëjnë? Se nëse do të thoshin se janë shumë dhe vërtet i kanë shërbyer çështjes kombëtare dhe ne do të ishim në një stad tjetër, të nderuar dhe të respektuar në radhë parë me vete, pastaj edhe me komshit, pastaj edhe më larg me tërë Europën, atëherë ndoshta do të meritonin përgëzimet tona më të mira, por fakti që shpesh këto parti vendosen në bazën e këtij konfliktualiteti, në bazën e kësaj përçarje, do thotë që ato janë shmangur tërësisht nga këto programe që parashtron zoti Adili këtu, që i ka dhe shoqata jonë dhe shoqata që drejton zoti Ramiz. Është shumë të shok të tjerë. Pra, në aspektin e asaj, do thënë, për ta përmbledhur, përsëri ne do të fokusohemi tek politika dhe atë ta shikojmë jo për të rendur mbas saj, jo për të qenë përsëri me atë sindrom, do thënë të ideologjizuar, por të ecim me vëmendje, me zgjuarsi, me pjekuri dhe pse jo, në një rast të caktuar, populli është ai që përfaqëson verdiktin e vet. Një mos pjesëmarrje masive në zgjedhje është një shuplak e fortë që jepet politikës. Dhe po të shikojmë edhe sot, nëse u ndruan pushtetet, pa u marrë me partitë e ashtu, shikojmë që prapë përsëri ka kolaps. Përsëri domethënë njëjta gjë. Përsëri rriten taksat dhe bëhet në të kundërta asaj që deklarohet. Përsëri domethënë mund të vendosë edhe lista përpara për të goditur kundërshtar politike të tjera. Nuk mund të bëhet Shqipëria, nuk mund të bëhet shteti, nuk mund të bëhet, do thënë, kombi që të eci me dinjitet, me vullnet të shfrytëzoj gjithë potencialet e veta, nëse ne do të vazhdojmë të shërbejmë unit të qelbur, egos i qelbur, e kupton që na ka shoqëruar gjithë jetën në prisa ta. Dhe kjo nuk është për të çuditur, është një realitet që na ka shoqëruar në tërë psikologjinë që kemi shfaqur në shqiptar. Pra, e thënë shkurt, duhet që në radhë parë shikojmë dhe të merremi me veten tonë. Nuk na e kanë fajin të tjerët, duhet të merremi me veten tonë. Dhe kjo fillon që nga individi thjesht deri tek organizimet, institucionet, partitë, liderët, ata që udhëheqin e drejtojnë e tjera. Duke rikujtuar pak kohën, e kishim tek fronti, frontalisht. Atëherë një nga pikat, një nga hallkat ku u ndal zoti Abazi ishte pikërisht politika. Fronti për bashkimin kombëtar dhe politika. Keni përshtuar për këtë apo do të thoshit fare me dy fjalë, cilat janë ato pikat e tjera ku
ju i mësoni dhe do t'i mësoni punësues. Unë fillimisht desha të them që ideja e Bashkimit Kombëtar për mendimin tonë sipas një analize që kemi bërë ne, mbështetje më shumë gjen në Republikën e Shqipërisë. Edhe këtë e them me plot kompetencë sepse të huajt dëshirojnë të devijojnë këtë realitet. Dhe ata përpiqen ta devijojnë me arsyetimin se gjoja ne jashtë Republikës së Shqipërisë po sakrifikojmë më tepër. Përgjigjja jonë ka qenë gjithmonë, sepse unë kam kontakte edhe me ndërkombëtar, që po të organizohet një referendum, ne kemi bie patundur që Republika e Shqipërisë do të jetë mbi 80%. Dhe nëse nuk është mbi 80%, mos na lëni të bashkohemi. Kurse në hapësirat jashtë saj është e vërtetë se sakrifikojnë, ka gjë që sakrifikojnë më tepër për këtë bashkim, sepse ata nuk dinë çka është shteti, nëse organizohet shteti si ju që organizohet këtu, siç ka qenë ai shteti ka qenë. Ndjenjat nacionalistët e ne kanë lindur sepse ne kur kemi vajtur në shtetin Maqedon apo serb, na është fol maqedonisht të merr zoti. Pra ne na ka munguar liria e përgjithshme dhe për të liri përgjithshme sakrifikohem. Kurse populli i Republikës së Shqipërisë e ka patur lirinë e përgjithshme dhe realisht pastaj merr liri individuale. Tash në aspektin e asaj se ku fronti, si organizim është më i fortë, unë mund të them që organizimi i frontit më i fortë është në Kosovë historike. Në bazë të organizimit, sepse atje tash i fronti nga një front bashkëkombëtar, po shndrohet në front popullor, po ngriten këshillat e frontit në çdo fshat dhe lagje shqiptare. Dhe kjo jo për diçka që shqiptarët Maqedoni nuk e duan Bashkimin Kombëtar apo në Republikën e Shqipërisë, por për shkak të një tradite të një organizimi ilegal. Sepse pavarësisht që quhet organizim ilegal, është organizim i fshehtë, nuk është organizim, sepse fronti nuk është i regjistruar asku, se nuk është parti politike, para të bashkim forcat politike dhe në të aderojnë parti dhe forcat që janë të regjistruara. Dhe diku më shumë, diku më pak, realisht, këto e shqiptarë marzi, një qik më dobët, sepse si shtama atje shqiptarët janë shpërngullë. A mund ta lëm në këtë ndoshta për javën që vjen pikërisht këtij masivizimi, kësaj shpërndarjeje diku më fuqishme, diku më dobët. Mund ta lëm ta trajtojmë ndoshta javën që vjen. Unë nisem sigurisht do të më falni edhe për kohën në dispozicion. Mund të ta përmbyll vetëm me këtë që ne jemi bërë faktor. Po, kjo është mendoj se kjo ja vlen sepse edhe njerëzit teleshikuesit kuptimin ku vën valët e televizionit Apollon, por dhe me gjë nëpërmjet ritransmetimeve që ju keni filluar siç më thatë në Dardania, nëpërmjet bisedave të mëtejshme që do zhvilloni siç thatë në Pogradec, në Rozava, në Shkodër. Mund ta trajtojmë sepse njerëzit janë kurioz të dinë. Të mendojmë që kemi të bëjmë ta zemrat 95 nismëtarët. Nuk e kam llafi të themi shifra. Po nga 95 nismëtarët na erdhën këtu, atëherë po vend tek qelizat, tek njësitë më të vogla, siç thoni ju. Sepse sa më gjerësisht të trajtohet ky problem, them që aq më optimist do t'jenë dhe dashamirësit e shumë të çështjes tuaj të frontit për Bashkimin Kombëtar. Domethënë në aspektin e kësaj maku kam vetëm një sugjerim të vogël që për të bërë dhe më të komunikueshëm me publikun, do të dëshironim që radhën tjetër, emisionin tjetër të kishim dhe një numër telefoni të hapur dhe ne do të presim me shumë kënaqësi të gjitha, do të thonë, mendimet që do të shprehen nëpërmjet pyetjeve nga ndëgjuesit në televizionin. Madje zoti Abazi unë do thosha, madje ne mund ta shtronim kështu thjesht pyetje përgjigje, do të ishte me shumë interes sepse aty do të komplekseshin edhe problemet, çështjet do dilin në do dilin pa dhe interesi i publikut për çështje kombëtare. Edhe ju jeni të interesuar të dini sa ju dëgjojnë, edhe ajo nuk është i provë, po është një nevojë, një domosdoshmëri që ju keni nevojë të komunikoni me ne do të mirëpresim të gjitha pyetjet të çfarë do lloj natyre që do të jenë përcjellë kjo. Më intereson që thuhet u themi që nuk është e vërtetë ajo që thonë që shqiptarët nuk e duan Bashkimin Kombëtar. Është e kundërt asaj që shqiptarët e duan, po ata nuk la lejnë bashkohemi. Atëherë do të lejoni ta mbyllim këtu, edhe në ngelet përsëri e hapur për ta vazhduar sot java. Atëherë të nderuar teleshikues, ishim në bisedën tonë të mërkurës në studio.
me përfaqësuesit e Frontit për Bashkimin Kombëtar Shqiptar, zoti Sulejman Abazi, kryetari i shoqatës adhetare për integrim të Bashkimit Kombëtar, zoti Ramiz Shabani i shoqatës kryetar Ardhmëria Kombëtare Shqiptare dhe me zëdhënësin politik të Frontit për Bashkimin Kombëtar, zoti Nagur Adili. Ju falenderoj në emër të stafit televizionit Apollon, presidentit ton, të nderuar, kështu që miru pafshim. Faleminderit. Gafur Adili, po. Më falni. Atëherë të nderuar teleshikues, bisedën për sonde e qenë të mbyllur. Ju falenderit për ardhmen në studion tonë. Faleminderit.